Menaxheri mashtroi klientin në Elbasan duke i marrë para, arrestohet 30 vjeçari. Policia në Elbasan ka arrestuar një 30 vjeçar pasi vodhi një shumë parash duke shpërdoruar detyrën si menaxher i një subjekti privat për transport mallrash dhe e mashtroi klientin duke i marrë atij një shumë parash mbi vlerën e shërbimit. Ai ka marrë një klienti duke e mashtruar se ai ishte pronari shumën prej 2.300 euro, nga cilat 1.900 euro kushtonte shërbimi i dhënë nga kjo firmë dhe nuk ka likuiduar as firmën me shumën prej 1.900 euro. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomike financiare të DVP Elbasan, me njërë pas kallëzimit nga përfaqësuesi një subjekti privat për transport mallrash, se menaxheri i subjektit i ka vjedhur duke mashtruar një shumë parash, kanë bërë ndalimin e së 30 vjeç banues në Prenjas për veprat penale, vjedhje duke shpërdoruar detyrën dhe mashtrimi. Nga veprimet hetimore dyshohet se në muajin nëntor 2024, 30 vjeçari me detyrë menaxher një subjekti për transport mallrash kombëtar dhe ndërkombëtar i ka marrë një klienti duke mashtruar se ishte pronari shumën prej 2.300 euro, nga cilat 1.900 euro kushton shërbimi i dhënë nga kjo firmë dhe nuk ka likuiduar as firmën me shumën prej 1.900 euro për shërbimin që ka ofruar, njoftoi policia.